5-6 ditë. Ta shkon në Varrim, që aty po aki unë sunë shkojnë në Varrim, sunë e kumë për cilë njërin, se në ashta kumë nejtë me to, po ta shapëshe dhe probleme dhe me ditë kur po des dikush. Shumë problem. Po nuk pajtojna me këto që ose në Varrim, ose 2-3 ditë që kanë lërë. Të paktën një ose 2 mjatë kushtu. S'po tham një mujë ditë që për para, se o shumë, ama një ose për para ka një kushtu. Unë me me qeni ka bu shumë. Faruk, s'po pajtojna me ty që po du tash se dim. Tash rrjetet sociale na informojnë shumë shpejt. Është tjetër sen pamundësia për me shku. E para, e dyta, për para tradita ka qenë një muj se njerëzit s'kan pas as telefona, se mos flasmi më për rrjetet sociale, edhe për me kuptu që ka vdek dikush edhe për me shku me pa, i kanë marrë edhe të panet. Po besoj njëra ndër arsyet ka qenë edhe kjo. Pajto është me kry për një që ka kontribuar për shembull 80 vjet që thash, e me kry me një Varrim ose me 2 problemet me ta përgjigjen. Unë për vetë, unë më qeni gabu shumë. Respekti më i madh s'është e drejtë. Faruk, respekti më i madh, unë mendoj, respekti më i madh se jepet të ndjerit është dita Varrimit. Ceremonia tjera është për familjen me shku, edhe sigurisht me kujtu ato. Po ajo që është më rëndësi është njeriu mu kujtu çdo herë, jo vetëm 3-4 ditë, po mu kujtu çdo herë. Dhe unë po besoj që njerëz që kanë lënë diçka në këtë botë, shumica prej tyre kanë lënë vetit mira, kujtohen çdo herë. E tash mundësia apo pa mundësia për me zhvillu ato ceremonitë, pamjes, ato sigurisht se ndoshta edhe unë e kom përjetuar atë kohën kur një javë 2 ka pas pane, edhe po besoj që pajtona kushtimisht se s'mujnë me njëherë me dalën edhe është prej asaj situatë. Është një aspekt tjetër që dash me cekte, puna e pameve, puna e ceremonisë martore. Mu që ka pengon tepër është që dohan burrat veç, gratë veç. Për shembull des dikush një kolegut, një shoku tem, edhe ndu me shku me ngushu atë person, se me atë person kam relacione shoqnore. Ta shumë do da me shku te gratë. Jo lokalet, edhe është ndome, prapë se prapë është një separe ndome. Po varet tash prej familje, se ka dhe në di prej Gilanit janë familje shumë civilizume në këtë mënyrë i bojnë. Ka disa raste që po ndryshojnë po pak. Për supozojmë, ti ki punu me një person, x personi ka vdek, edhe doni me shku krejt kolektivi me pa, shkojnë edhe gratë e burrat me pa. Po amo nuk është esenca, unë kam dëshirë me qenë bashkë, që ashtë të që është... Për para, ma i men, kur kanë shku vetëm burrat. Ta shkojnë me thonë edhe femra. Është 1% shumë e vogël. është ma e zbet, po me gjithë ato do me thonë, ato fillojnë edhe nga dalë do me thonë eliminohen, sepse dëshirën çdo kush mjallë respektin dikuj. Amo për këtë... Alke, tek tradicionalja, si pas teje, qka duhet një si popull me rujt me fanatizëm? A ka diçka? Plisin. Me fanatizëm, fjallë e fanatizëm është pak fjallë e rondë pak, në përdorë bashkë. Në atë mënyrën... Dita qësh me e sfigu ma... Për qka është e qka duhet me rujtë gjithësësi, është duhet të rujmë mikpritjen. Pritje dhe aja dashnia mes njerëz e ka që. Duhet të rujmë mikpritjen në qëfar do rasti. Sin vdekje, sin lindje, sin dasma, duhet mikpritja tjetë, sepse mikpritja është virtyti më i lartë i një shqiptarit. Ka raste kur në darsum vjen një i hasmum, një dikush të cilin ti nuk i ki për qefi, ose ki pas në një mosmarrëveshje, pa marrë parasysh, kush do që të vjen shpe, ti dush me e pritë mirë. Kjo është esenciale. A e bajmë plisin, a nuk e bajmë plisin, ajo është punë relative se sot na e shojmë në rrugë që kërkush nuk e bajmë plisin. Jo, tjetë do me thonë muze edhe tjetë që diçka që ne identifikojnë. Na nuk shkojmë shumë shpesh.